Kryeministri Rama ka pasur disa takime në Pogradec me qeverinë ku ka marrë disa vendime të rëndësishme për qeverisjen e tij. Për të folur mbi këto takime, por edhe mbi çfarë pritet të ndodhë në shtator dhe çfarë po ndodh me protestën, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur Zoti Mërkoçi. Zoti Mërkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe me fillimin e shtatorit pretendon që të krijojë një frymë të re, themi, thonjse, për sa i përket qeverisjes, e cila do ketë edhe ndryshime, me sa duket do ketë edhe ndryshime në kabinetin e tij, dhe këto ndryshime do t'i paraqesi si pjesë përbërëse e ndryshimit të qeverisë, apo frymës së re që kërkon të vazhdojë qeverisjen e tij, por çfarëdo lloj ndryshimi që të bëjnë në emra apo në atë vizionin që ai mundohet të paraqesi për një qeverisje sa më të mirë, themi, prapë ngelemi tek ajo që është Rama, ai strumullari çdo gjëje, apo kyçi i cili hap apo mbyll portat e Shqipërisë për që një Shqipëri demokratike, një Shqipëri e cila duhet eci drejt perëndimit, drejt Europës. Gjë që me këtë lloj qeverisje nuk mundet me Ramën. Kryeministri Shqipëria nuk mundet për vetëm arsye sepse kemi vetëm raportet pa lënë atë çfarë kemi deklaruar ne ndër vite dhe ndër kohëra, duke e cilësuar deri në mafian shtet që ky ka ndërtuar, një njeri që ka ndërtuar mafian shtet absolutisht nuk mund të ketë ndryshime përveç se propagandës. Pra Rama po mundohet bëj propagandën sot. Rama është akuzuar nga ndërkombëtarët, qoftë nga Europa, por qoftë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një qeveri e cila gjë e parë që ka drogën, e dytë është pastrimi i parave dhe krimi i organizuar. Të treja janë të verifikueshme dhe të pranueshme. Për shqiptarët, minimalisht për shqiptarët, por duhet ja u thonë ndërkombëtarët të shqiptarëve që ta kuptojnë këtë. Dhe ajo që është kryesore për shembull e prekshme është droga, sepse jemi vendi i vetëm në Europë që nuk prodhojmë asgjë, dhe çuditërisht kemi një forcim të lekut dhe rënje të euros në mënyrë drastike. Pra, një vend që nuk prodhon asgjë, një vend forcon monedhën vendase, që është absurde. Kjo tregon që ekonomia shqiptare po shkon drejt gropës, themi, dhe kjo është vërtetuar edhe nga bankomatet e sotshme. U bë 2 ditë që bankomatet janë furnizuar me monedhën qinçe. Në bankomatet shqiptare sot ke monedhën qinçe, është një monedhë tepër e madhe për konsumin e shqiptarëve apo për rrogat që kanë shqiptarët. Kështu që sa më e madhe të jetë monedha, aq më tepër tregon që vendi është në inflacion. Tash edhe këtë e bën pastrimi i parave dhe futja e paras në mënyrë klandestine, domethënë ka sjell të dërmim të ekonomisë shqiptare. Dhe Rama tashmë kërkon që të krijojë atë imazhin e propagandës ashtu siç e kanë zakon, domethënë e majtë gjithmonë vetëm propagandën ka, se nuk ka ndonjë gjë tjetër. Por gjykoj se do ketë edhe ndryshime në kabinet, ndryshime në emra në kabinet. Dhe të gjitha këto do ta shtjelloj dhe do ta shohi si një arritje apo një hap përpara për të thënë që po shkojmë drejt integrimit evropian. Zoti Mërkoçi, në fakt mediat publikuan disa të moshuar të cilët mezi prisjen shkonin takonin zotin Rama. Thash pra, propaganda është e tejskajshme, nuk është problem të gjesh 2 veta, 3 veta dhe ti paraqisësh para mediave, e kupton, si njerëz të cilët janë tepër të kënaqur, se unë nuk e di se mund të jetë një pensionist i kënaqur kur po themi ka një pension prej mesatarisht, po themi 200.000 lekësh. Me 200.000 lekë në Shqipëri nuk mund të bësh absolutisht asgjë, nuk shtyn dot 4 ditë, jo të shtyesh muajin, paguash drita, ujë, telefon, ilaçe, me 200.000 lekë. Mund gjesh domethënë 2 pensionistë tash që mund t'i nxjerrësh aty, por nëse këta pensionistë do ishin vërtet njerëz të cilët e ndjenin ekonominë shqiptare, dhe duke qenë mosh kaq e madhe, din mjaft mirë që
gjëja që duhet i kërkonin Ramës, nëse do ishin vërtet njerëz real, të pa infiltruar dhe pa të paguar për të bërë atë lloj skene, do të kërkonin rritjen e pensioneve, apo atë që unë kam thënë gjithmonë, që do të kërkonin aprovimin e ligjit të minimumit jetik Shqipëri. Gjë që nuk e kërkuan, por përkundër u treguan tepër të kënaqur me atë çfarë Rama ka bërë. Pra është një kontradiktë shumë e madhe, por gjithmonë thash e Majta ka në prag ka protestën, nuk ka atë propagandën, nuk ka asgjë tjetër. Pra këtu bëhet një lojë në mënyrë propagandistike duke shfrytzuar median, e kupton, nga një anë bëhet protestë, nga ana tjetër dalin njerëz që thonë ky është i shkëlqyer, është i bërë, është i... Nga ana tjetër kemi raportet e thash të Këshillit të Europës apo dhe Departamentit të Shtetit i cili e nxin, themi, qeverisjen shqiptare. Realiteti shqiptar dihet se si është, duke parë gjithë çmimet që janë treg. Çdo njeri e kupton mjaft mirë se kur është ekonomia shqiptare. Dhe Rama vazhdon bëj atë lloj propagande me këto lloj njerëzish. Gjithmonë gjiten një grup njerëzish për të bërë një gjë të tillë. Zoti Mërkoçi, si e ke parë protestën dhe çfarë pritet të ndodhë në shtator? Do kemi shtim të protestuesve, pra agravim të protestës, apo protesta është, po themi, drejt një shpërndarje dhe të mos ketë më mundësi që të mblidhen aq shumë njerëz sa u mblodhën disa muaj më parë? Nëse do ta kapim protestën që nga dita parë dhe dalim deri në sot, ka probleme të ndryshme në protestë, ka probleme e para, probleme të organizimit. Është një protestë që nisi çuditërisht me një njeri që u tërhoq në Zvornes dhe të nesme na doli gjitha i sheshu mbush plot. Është një protestë e cila flitet që është protestë qytetare, por nuk është protestë qytetare. Nuk është protestë qytetare sepse në atë protestë nuk ka absolutisht asnjë lloj kërkese për qytetarët. Aty të gjitha kërkesat janë kërkesa politike, duke filluar që me fondet e partive, kodi zgjedhor, referendumet. Nuk kam parë për shembull aty kërkohet abrogimi i ligjit të zonave të mbrojtura, por nuk kam parë që të kërkohet në protestë abrogimi i ligjit të gjinive, që është një nga ligjet më skandaloz që mund të jetë në Shqipëri, e kupton. Por ato që kam thënë që është ditën e parë, i qëndroj besnik asaj që kjo protestë është zhvilluar nëmjet Europës, e cila kërkoi të zhvillohej një betejë me Trumpin dhe të gjithë luftën ta zhvillote në Shqipëri. U gjet Shqipëria si shesh luftimi, themi, dhe kjo po vazhdon akoma, për sa kohë mediat ndërkombëtare e marrin protestën dhe e japin gjatë gjithë kohës, dhe në të gjithë titujt e tyre thotë vazhdon protesta në Tiranë kundër Trumpit, i cili kërkon të marrë pronat në Shqipëri. Por nuk kam dëgjuar ndonjëherë për shembull që të deklarohet edhe të thohet, qoftë edhe nga protestuesit, që të thohet që kushtin kanë 25 dhjetor të 2025 s'ka sjell një shkresë zyrtare Ramës ku i kërkon të bllokojë çdo gjë për një vit. Aq sa u detyrua të dali pastaj dhe të thotë që është vetë afruar Rama dhe nuk jemi ne ata që e kemi kërkuar këtë lloj investimi. E shumë probleme tjera që ka protesta. Po ajo që është kryesorja është që duke mos pasur kërkesa ekonomike, njerëzit nuk e gjejnë veten më brenda protestës. Pa llogaritur edhe sherrret që kanë grupet brenda tyre, mes tyre çdo natë shife që kanë sherrre, kanë konflikte mes njëri tjetrit, kush do ta bëj protestën, kush do ta drejtoj, kush do ta udhëheqë atë marshimin, gjithë për natë është e njëjta skemë, e njëjta histori. Kjo ka bërë që protesta tashmë të fillojë dhe i themi të katëndisi si kokoshin e i thejë. Pra nuk ka më njerëz të cilët po i bashkangjithen. Pavarësisht se këta pretendojnë se do të jetë shtatori ai që do t'i japi një hovë tjetër. Po protestat, e kam thënë që është në fillim, protesta nëse nuk mbyllet brenda një muaji, protesta është destinuar të shtojë, sepse kthehet në rutinë.
dhe njerëzit e kthejnë në rutinë. Po të shohësh tashmë edhe fjalimet që mbajnë aty tashmë më tepër për kërkohet i dëshmor. Bien atë protestë për të mbyllur protestën apo për të thënë që ja u vra dikush, u bë dikush, u plagos dikush, e kupto, po kërkohet edhe kjo shihet në retorikën që përdoret në atë lloj proteste. Protestë vërtet thot për shembull që ne jemi kundër gjithëve. Kundër gjithëve nuk ka pa ndonjëherë në një protestë në botë që të dali kundër opozitës. Pra këtu dilet kundër opozitës. Kundër opozitës dhe kërkohet thot të ndryshojmë sistemin. Sistemi nuk ndryshohet me revolucione paqësore, sistemi ndryshohet me revolta. O bëj o mos e bëj fare. Po duke zgjatur, ta zgjasim ne se do lodhet Rama. Nuk lodhet Rama duke nejti aty në shesh, rri në shesh. Dhe ajo që është kryesorja, është protestat bëhen natën. Pra ky është stili i protestave në Shqipëri, ti bëjmë natën. Natën protesta nuk ka efekte. Efektet e protestës janë ditët. Nëse ti nuk arrin ta bësh këto protestë, ta bësh ditën, dhe ne kemi parë kur kanë kërkuar të bëjmë para parlamentit, ta bëjmë protestën ditën, nuk ka pasur njerëz. Pak njerëz kanë qenë ata që kanë dalë para parlamentit. Pra, protesta duhet të jetë ditën. Mirë po, që të kesh një protestë gjithë masive, duhet të kesh kërkesa, duhet të përfshish të gjithë shtresat. Pra, nëse këta do të kërkonin atë që kam thënë, nëse do të kërkonin pika e parë minimumin etik, vendosjen e minimumit etik, pika e dytë për fasonën, për biznesin e vogël, për biznesin e mesëm, do kërkonin për naftën, do kërkonin për energjinë elektrike, për inputet bujqësore. E kupto, do të kishin një shtrirje mbar popullore se do prekishin të gjithë dhe të gjithë do i afroheshin protestës. Po ajo që është kryesorja sot e kësaj dite, megjithëse ka 85 ditë protestë, aty nuk dihet se kush e organizon. Pra nuk ka një grup organizator që të dalë të themi, ne 10 vetë që jemi këtu, ne jemi grupi organizator. Po aty gjithse kush mundohet të jetë dali i pari dhe dali dhe i fundit. Kur vjen problemi tek ajo pjesë që do të marrësh përgjegjësi dalin në fundit, kur vjen problemi për të fituar themi ose për të drejtuar protestën, për dalë aty fillojnë edhe dalin parë. Kështu që më duket pak protestë e cila më tepër po i shërben Europës deri tani se sa shqiptarëve. Shqiptarëve nuk ka asnjë gjë, nuk ka shqiptar që mund dali në protestë për financimin e partive politike. Ç'lidhje ka ai Hallexhiu për financimin e partive politike? Ç'lidhje ka ai Hallexhiu për kodin zgjedhor? Këto janë probleme politike dhe këto pika, po ti shohësh, këto pika janë të gjitha pikat që kanë kërkuar partitë e reja. Patjetër që është fut në lojë dhe Partia Demokratike apo partitë opozitare kanë kërkuar dhe ata këtë lloj ndryshimesh. Por nuk mund thuash në protestë do të zgjidhet një qeveri dhe do rri 12 muaj. Ku e diti që për 12 muaj realizohen ndryshime kushtetuese? Pra dhe si do zgjidhet kjo qeveri? Kur ti je kundra të gjithëve, si do zgjidhet kjo qeveri? Nuk zgjidhet qeveria në shesh. Se do ta nxjerr nga sheshi, nuk nxjerr dot qeveri nga sheshi. Sepse këta në fundit ajo protestë nuk ka dhe një legitimitet, themi. Pse? Sepse është ndryshe nëse protestën do ta drejtonte sindikata. Sindikata është organ legjitim. Dhe në momentin kur drejton sindikata, ajo mban përgjegjësitë. Mirë, po sindikatat nuk janë që të marrin pushtet. Sindikatat janë për të rrëzuar qeverinë ose për të plotësuar kërkesat e drejtuara qeverisë. Nëse qeveria nuk i plotëson, atëherë qeveria është destinuar të largohet. Se kështu ndodh në gjithë botën, kështu ka ndodhur edhe në Shqipëri në 91-shin. Nara u detyruar me nuk plotësoj kërkesat, u detyruar të japi dorëheqje. Mirë, po një protestë tash që s'ka as kokë as këmbë. Një protestë edhe kur ka dalë këto kërkesa kanë dalë mbas 23 ditësh. Dhe ajo që është më kryesorja është se nuk kanë asnjë lloj afati. Pra, të bësh kërkesa pa afat. Ku janë afatet? Që për 5 ditë, për 10 ditë mund duhet më bësh këtë, për 2 ditë duhet më plotësosh këtë, për 4 ditë duhet më plotësosh këtë, që ti të justifikosh edhe për shkallëzimin e protestës. Pra ta kalosh protestën pastaj ta kalosh në revolt. Ta kalosh në mosbindje civile. Po ti nuk mund të thuash sot
biznesit vogël, mbyllet ti biznesin dhe hajde të bëjmë mosbindje civile, kur biznesi vogël nuk ka asnjë lloj kërkese për të. Ai nuk e ndjen veten atë protestë. Pra këta janë njerëz që nuk kanë protestuar ndonjëherë, nuk e dinë se ç'është protesta, po vetëm nisën aty Shqipëria kërkon revolucion, thot ai, po se kujt ja kërkojnë atë revolucion nuk e di. Nëse do ta bësh revolucionin bëj. Por revolucion paqësor deri më sot në botë nuk ka ndodhur ndryshim me revolucionin paqësor. E nuk janë Gandhi këta të mbështetur nga Amerika dhe mas 20 vjetësh, 30 vjetësh do bësh ndryshimin. Revolucioni presupozon që pra ne them aty edhe në fjalimet që marrin, edhe në ato që bëjnë, aty sikur po kërkojnë një dëshmor, tash hajde kush po bi dëshmor. Që ta mbyllim këtë protestë apo themi që ja, u bë kjo. Nuk arrit ta kuptoj domethënë konceptin që kanë ata njerëz që merr mikrofonin i njëri atje se ç'flet, se ç'bën vërtet u lëret kot, sa herë del në një merr prap mikrofonin vërtet prap ai. E fillohen mbyll, po se kush është, se ç'a përfaqëson, se ç'a është, nuk di asnjëri asgjë. Kjo është thelbi i të gjithë. Dhe ajo që është më e keqja, duke dashur dhe duke thënë që këtu mund të flasë gjithkush, nuk mundet në një protestë të flasin 900 vetë. Se bëhet si pazar. 900 vetë deri më sot kanë folën atë protestë, mbi 900 vetë. Më gjeni një protestë në botë që mund të flasin 900 vetë. Ta që ku po bëjnë atë me thy atë recording Guinnessit, kush e ka zgjat më tepër protestë. Ka qenë Luli 93 ditë. E ka qenë 24 orë non stop. E protestë e boi orë, 2 orë. Me protesta 1 orë, 2 orë që ti del, apo 3, e pastaj del në xhiro. Nuk është protestë. Nuk ndikon asgjë, sepse dhe ajo lëvizja që ti bën për sensibilizim, po sot s'ke nevojë bësh sensibilizim, sepse sot ti ke të gjithë mediat që i japin protestën dhe njerëzit janë sensibilizuar. Por një protestë i lutet kryeministrit dhe bë këngë për kryeministin, jep dorëheqjen me këngë, po nuk jep kryeministit dorëheqjen me këngë. I lutet njerëzve, hajde një protestë. Shive ku është defekti. Qa defekti ke ti që nuk të vinë njerëzit. Sepse çdo njeri, po të pyesësh sot, të gjithë janë të pakënaqur me këtë lloj qeverie. Në shumica shqiptarëve. Por ka problem sepse është ai populli opozitar, themi. 500.000 vota që kanë votuar Ramën kundra. Po këta 5, ku janë këta 500.000 njerëz? Ku janë që zvinë këtu? Kush është arsyeja që zvinë? Opozitar ka, se nuk e ka janë të deklaruar pakët 500.000 vota që janë kundra. Po nga këta 500.000 vota, ku janë? Po këtu është kritik edhe për demokratët të cilët kërkojnë dhe ankohen se kemi 13 vjetë pushtet. Janë, sipas listave që ka PD-ja, janë 44.000 antar, po këta 44.000 antar, pse nuk dalin në protest? Atëherë, çfarë defekti është në këtë protest? Kush është arsyeja që s'dalin? Dhe për mua, arsyeja kryesore është sepse aty nuk ka asnjë kërkesë ekonomike. Që qytetari, fshatari, ta ndjej veten pjesë të protestës. Nëse ti do të bësh një referencë, nëse ti do të bësh një kërkesë, nëse ti do të bashkëbisedosh apo të japësh diçka, një alternativë, ti nuk di se ku ta japësh, sepse në momentin që ti del atje me mikrofon edhe thua është kjo shëndetësia, bujqësia, del ai, pastaj ai që ka atë mikrofonin e thot janë 5 pikat pa ndryshueshme, nuk diskutohet. Dhe harrojmë pjesën tjetër. Që Rama jep dorëheqje nuk është kërkesë. Ajo është dëshirë. Dëshirë që Rama të japi dorëheqje, po nuk hyn ke kërkesa. Që Rama të japi dorëheqje duhet gjesh ti mënyrën dhe rrugën se si Rama do japi dorëheqje. Kërkesat janë tuaja. Dhe unë thash, dhe këtë e kemi provu, kur Adriatik Llapaj nisi protestën e çmimit naftës, në atë protestë, unë kam dalë me 9 pika. Në momentin që dola me 9 pika, Rama në atë sekonde ka mbyll protestën. Nëpërmjet Adriatik Llapës mbyll protestën. Pse?
sepse nuk donte të dilnin të pa pikat, kërkesat e protestës, se e di shumë mirë që me kërkesa ekonomike ai është i mbyllur. Ramës bolti kërkosh, vendos minimumin etik dhe Rama është i dorëzuar. Këta nuk e bëjnë, këta nuk e duan. Këta dalin me tërë lloj gjërash. Por ajo 5 kërkese që këta thash që 4 janë se dorëheqja e Ramës është dëshirë, nuk është kërkesë. Ata 4 kërkesa janë të tëra politike. Nuk ke as i kërkesë ekonomike, gjitha janë politike. Po a ka ndodhur ndonjëherë që me kërkesa politike të bie qeveria? Jo. Atëherë kush është? Atëherë që e ka një gjë tjetër. Është pjesa e cila vazhdon lufta kundër Trumpit dhe kundër opozitës. Se këta luftojnë edhe kundër opozitës. Pra jo vetëm kundër Ramës, por edhe kundër opozitës. Po si kërkodi të vinë njerëz kur dilin kundër opozitës? Janë 500.000 që janë opozitarë, po ti je kundër këtyre. Atëherë fshihet pjesa tjetër. Dhe ajo që është më e keqja, çano nesër, nëse me mbylljen e kësaj proteste, njerëzit do thonë, dolën ai qytetarë pa parti, e kupton, dhe nuk e rrezon dot Ramën. Atëherë çfarë bën? Ti po jep pluse Ramës. Aty nuk pranohet as kritika, as alternativa, as opsioni, as kjo, as edhe s'di me këtë flasësh herë. Por aty gjitha janë bërë gabim, gjitha janë kështu, poshtë ky, poshtë ai, poshtë balli, poshtë nacionalistat, poshtë komunistët, gjithë janë të qi, vetëm këta që qekan aty 5 vetë që janë aty, këta që kanë ajka, këta që kanë ata zbriturit nga qiell. Domethënë, dhe këta vetë po e çojnë protestën në atë lloj grade. Unë uroj mos ketë viktima, kaq. Zoti Merkoci, nga ana tjetër duket se shteti Bektashi po merr formë dhe së fundi kanë dalë informacione se po përgatitet edhe monedha. Si e gjykoni këtë nismë dhe sa do ndikojë në situatën ku Shqipëria ndodhet tani? Shteti Bektashi e kam deklaruar që kur para 2 vjetësh, dhe tashmë që doli dhe një gazetë franceze botoi që është gati. Dora deklaroi kjo është loja e Ramës. Sepse kur deklaroi që do bëhet shteti Bektashi, e para herë kush e ka iniciatuar, kush e ka kërkuar këtë lloj kryetari i emëruar i Bektashive nuk ka kërkuar gjë, ai s'di që me kërkuar herë të parë. Por kjo është lëvizja e Ramës, e iniciuar nga kalate të ndryshme dhe sidomos nga Izraeli. Krijimi i shtetit Bektashi e para duhet ndryshojë kushtetutën, se nuk e lejon kushtetuta shqiptare. E dyta, ideja e krijimit të një shteti Bektashi do të thotë që ti të krijosh një shtet brenda shtetit dhe brenda atij shtetit të humbësh gjithë legitimitetin e shtetit shqiptar. Çka do thotë aty mund të strahohen kriminal, aty mund të strahohet çdo njeri dhe ti si shtet shqiptar si je i detyruar pastaj mos ta kontrollosh, mos ta bësh, Krijimi i monedhës bektashiane është thjesht pastrimi i parave, që këta duhet të krijojnë një bank tashmë jashtë territorit të Shqipërisë, e cila krijohet në shtetin Bektashi dhe mbi atë monedhën bektashiane këta duhet ta fusin në lojë, do t'i japim vlerën e asaj, sepse duhet t'japësh vlerë asaj monedhe, çfarë vlerë ka, duhet ta fusësh në bursë, po ta fusësh në bursë përveç se atyre që janë në banka Roshfillde, që Rama i ka miq, apo është vasali tyre, përveç tyre dhe Sorosit nuk mund ta bëjë njëri tjetër. Kështu që Rama i ka të para përgatitura këto, por që të njihet shteti Bektashi, pastaj duhet të kalojë edhe në Organizatën Kombeve të Bashkuara. Një vend që nuk kalon në Organizatë Kombeve të Bashkuara nuk mund të jetë shtet dhe nuk mund të ketë as monedhë, nuk mund të ketë as ambasador asgjë, por ai kërkon të bëj stilin e Kosovës, do të kopjoj Kosovën, duke qenë se disa vende kanë njohur Kosovën, e kupton, dhe Kosova po mundohet të njihet apo të bëhet, e u bën kaq vjet dhe nuk ka arritur akoma që të njihet në Kombet e Bashkuara.
por Rama kërkon ta luaj këtë lloj stili, në këtë lloj forme, ta njohin disa shtete, e kupton, dhe nëpërmjet të njohjes tyre në shteteve të njohi pastaj atë pasaportën, po kush është ai vend që të njohi pasaportën bektashive? Kjo është e gjitha. Pavarësisht se ti e njeh si shtet, ti si Shqipëri e njeh si shtet, por janë vendet bektashiane një herë. Të gjithë vendet e mesme janë vendet bektashiane që janë sunitët, të cilët se bektashinë në sunit janë, por kanë edhe ata ato rrymat e veta, po brenda sunitëve janë edhe ata, shiitëve janë edhe ata. Tash vendet të cilat Iraku, Irani, Libia, Arabia, gjithë Pakistan, Kurdistan, kanë gjithë kurdët vetë, edhe kurdët janë të ndarë në dy pjesë. Pra janë vende me popullsi mjaft të madhe. Çfarë popullsi e ka këtu në Shqipëri që ti të ndërtosh një shtet bektashi? Sa është popullsia e këtyre bektashire? Para 2 vjetëve kur u hodh ky, ishin vetë bektashianët të cilët nuk e pranonin një gjë të tillë, sepse në Shqipëri nuk ka pas ndarje politike, të ndarje fetare. Ne kemi shku në harmoni në të gjithë vitet dhe në të gjithë kohën. Ne nuk kemi pas ndarje të tilla. Nesër i lind e drejta, edhe ortodoksët të ndërtojnë shtetin ortodoks. I lind e drejta edhe muslimanëve të ndërtojnë shtetin musliman. Më fal. Çfarë do bëjmë? Do ta acceptojnë Shqipëri? Mirë, po pronat që ka bektashit sot, aktualisht, janë me mira. Atëherë, çfarë do bëjmë? Do t'i heqim territor Shqipërisë? Se automatikisht, nëse ti njeh shtetin bektashian, do t'i heqësh territorin Shqipërisë dhe do t'ia kalosh shtetit bektashian. Mirë, po ai nesër do ta bëjë me port, me tra. Nëse sot, unë e kam thënë, nëse sot në kryegjyshat ti shkon si qytetar i lirë, nesër ai do vej ushtarë e dera. Dhe nuk do të lejoj se është shtet. Te Vatikani ti mund të shkosh të vizitosh atë pjesën e jashtme të Vatikanit, po ti brenda Vatikanit nuk futesh dot. Se është shtet atje. Pronat e Vatikanit ti si prek dot. Nëse dikush futet në Vatikan, Italia nuk shkon dot bëj kontroll në Vatikan. E ka të ndaluar katërcipërisht, po nesër ai do ndërtoj edhe ushtrinë e vet. Nesër do ndërtoj edhe qeverinë e vet. Pra, do marrë të gjithë territorit, por mos harroni se territorit e bektashive janë të shpërndarë në Shqipëri. Dhe si do zgjidhin? Pra, është një kakofoni e tmerrshme që Rama po mundohet e ka hedhur në treg pikërisht dhe e hodhi nëpërmjet francezëve. Kjo është e bukur. Se edhe atë që doli nëpërmjet francezëve. E çuditërisht nga Franca na vjen gjithmonë të këqija. Por sot është e pamundur. E para herë nuk e lejon kushtetuta shqiptare, nuk besoj se ata deputet do arrijnë të bëjnë ndryshime kushtetute për ndërtimin e një shteti tjetër brenda shtetit shqiptar. Unë paktën nuk besoj se ka arrit immoraliteti i deputetëve të bëjnë një gjë të tillë. Por mua nuk më merr mendja që do arrin Rama me bëjnë 94 vota për të ndryshuar kushtetutën, për të ndërtuar shtetin bektashi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Faleminderit.